Mirë dita dhe mirë se vjeni në kanalin tim, unë jam Rimonda, sot me një video pak më ndryshe. Kena me provu diçka, une edhe Jeta. Kena dëshirë me provu diçka të re, sepse edeni, kom folë edhe më herët recetat, videot, i qysh janë po pak si monoton, për që ta provojna diçka ndryshe. Jemi dy kunata, dy femra, dy vajza të reja, që jemi rrit në Gjermani edhe dojna pak thjesht me inspiru. E jo me provoku, që kjo kom kon titulli i kësaj podcast. Për ata që nuk e din çka është një podcast thjesht ose sikur një video, a një emision për gjeneratat më të vjetra, që thjesht mundi me ndëgju, edhe në atë kohë mundi me bona i puna diçka, edhe veç më na ngush çka po bojna, na dyja muhabet, çka po kallzojna, çka po folmi. Sot për herë të parë kena me përgatitur çdo diçka, sepse na do këtë dyqysh pa lidhje veç më ulë dhe me fol, me kështu njëna tjetrën, sidomos shqip. Më ka drejt na më shumë nërmës veti folmi gjermanisht, më duket. Po, ma shumë t'i formi gjermanisht. Për që ta dhe për neve, do me thonë është diçka e re. Edhe në qëtë video kena me bo pak, po, shka është qëllimi i këti podcast, pse ja kena nis, pse pja nis me qështu, edhe komu konë sikur një serial që për shembull t'i bojmë do video, edhe ta këshujmë thjesht ap ju pëlqen juve, edhe nashti apo ju inspiroj. Që ta sikur intro. Po, tash shka kena me neq, ose Jeta. Shka do të bojna? Unë e pëndëreqi në ice coffee dhe ma shumë jam ardhë për dekorim. Okay. Përgatit ushqimin. Unë ambelciren, do më thonë pijen ice coffee. E ti qka kemi ndreq? Unë e kam ndreq silën për fëmijët e mi. Normalisht ndrejk sa herë hojna që se pejme perime, po një ditë kur ke ndilën, kanë hongër e bojna pak si tradicional, e i kom përgjithë speca, që i kom fargu, se përgjithë sklovish sërbisht. Wow. Edhe e ndjyshin, tani nona mune shumë bëhat, apet për që ta thash sot të bajnë, sepse është sikur një qorp verore, i thot vjera ime. Wow. Po në pëndrej që ko. Qashto. Tash, po, pianismi, kadal, edhe pak bojna muhabet. Fillova me një kep. By the way, që të qorp, ne shumë i me folë për shqema. Për afërsisht është të dyqysh e ka bërë gjyshja ime, aba tasje ma kam su vjera ime. Po, sa mirë. E që ashtu, jetë. Fola. Faleminderit. Soj që jetë kafe, drona të letë. Një dy të manë ashtë. A vide dhe ti gjithë gjinën atë për një trona të letë, a mu gjithë herë gjithë të bëjt njëjtë. Thojnë, jetë letë, o për vapë. Më të kalëzu drejtë. Shumë kyqëzi. Unë edhe që vese sheqerë sa me qitë, se për kështu vëq me ta menë se herë i qesë. Amo nuk i qëlloj se herë. Shumë rrallë që i qëlloj. Vjerejme një ditë të konë jitë edhe u që e ka qitë vetë që noja. So? Se Rimon ta ka da qështu. Pës okej. Na dyja mas pari jena kunata. Jetën e kam për vla. Edhe jeta tash para një kohë shkurt, ja ka njës me Instagram, me social media, edhe poston diçka, edhe ja kon me një emision para do dite. Po. Qysh ki kalu aty, edhe pse e koni me? Me kanë thirë, me kanë ftu në emision MCN, zgjohu me na, me ne. Dhe më kanë ftu që e kam po në video temen në Instagram, që e kom... I mod muzium, a shumë emocional për bosha. Shumë po gëzona për ty. Je po shumë e famshme. Kur ta do në kunotat mire dhe konë për ty. Për kunot ka më të kalëzu dishka e kom të akusat më në gjestikan. Shka më ka thonë? E të cilë shti glajsh, oh my god. Edhe ku ke lash fjollin. Po, të kanë thirë në emision? Po, që e kanë po video në temen, që e kom qitë në Instagram, që e kom bëgë. I ka një mea. Batë, a më ka thonë të une me gëri qip. Po. Fantastiskt. Ja, për shone e meqme, më thashtë shone e kafën. Se e furt ko ka gritit. Edhe më kanë ftu për intervistën në MCN, për arsyen që kom bë grimin e nusës vetë, do më thonë kur jam artu, që atë ditë para dite, për ardhë bashkëshorti jem, do më thonë vlëve ytë, më ardhë me marë si nuse, kam vendosë më ly vetë,
dhe frizurën me bo vetë, për arsyen që në qatë moment e kom zgjedh më duk të ashtë qysh preferon bashkëshortja mas shumëti, dhe më thonë aje preferon naturalin tem, se shumica e nuseve shpesher dojnë më duk qashtë qysh dojnë vetë, normal, se ti duesh mas pari me pëlqy vetes, po shumica e darsmeve është të shkun qatë të rëthin, më konë këtë perfekt, më konë darsme ma e mira, nusja ma e bukra, më pas vellon ma të shtrejt, më pas grimin për artistit ma të famshme, po ka njëherë harujnë edhe që është edhe partneri, dhe më thonë bashkëshorti që edhe aj ko nashta naj preferim, nashta edhe aj ko pëlqim gjara tjera, për shemë, unë e di prej ditës parë që bashkëshorti jem donë shumë naturalin tem dhe nuk i pëlqej shumë kur gremuna tepër. Dhe pse me qatë herë, do më thonë para dite që vjen me marë, pse unë e më thonë po lyna qështu që shduhu në vetë, po në duhe dhe ati me pëlqysi, na po martumi, po edhe vetë preferoj shumë naturalin dhe që ta kam vendus me pëlqy mas pare ati dhe tani vetës. Mramje tani për sol, aty tani jam taman e kom pas grimin profesionale, po apet ma të thjesht se nuk kom shkon shumë grimi i ranë. Po, që ato më kanë ftu dhe kemi bo pak laf për këtë arsye dhe do isha me inspiru edhe vojza të reja, për nashta mi u tregu që nuk është vetëm grimi, vello, darsme që më thonë kish këlqy mas mirë të jetë nusja ma e mira, po ka njëherë është vetëm sjellja, do më thonë në busqeshje, simpatike, diçka pak vetë, vetja ka njëherë të bon ekstra, ju vetëm grimi, si me grimë duk mirë është shumë letë. A përshet që ma mirë në që jam të babuke, se në jesë të fullë dhe jetë të mija pa hongër. Okej, do më thonë, qysh e ke bon të një video, edhe ke qitë në Instagram që ke bo grimin vetë, e tani ke pas shumë klikime, tani ato të kanë ftu, pa? Po, edhe je ka dukt interesant, se qysh kanë të regu edhe në intervist, kanë të regu që normal, nuk është normal, që në ditën ma të veçantë në jetës në femës, dhe më thonë darsmja, që ki disa emocione që vendos më ly vetë grimin, që do normal, ti duesh më duk perfekt, do më duk shumë bukur, normal, tani bëli ka të regu, tha, në Shqipëni edhe në Kosovë ka disa femna që shkojnë pëshin dhe shkojnë ma heret për grim, më regullu për pëshin, dhe më thonë, tha kam shumë rrethin teme që bëjnë këtë gjo. Qëfar hape e madhe është në kundër nusës që ditën ma të veçanë, po je gremat vetë, dhe më thonë. Që ajo ju ka duk shumë interesant, po do isha më ka në inspirim në qatë mënyrë që mos më bo vetën qatë strese. Që shthesh edhe ty gjithëherë për se cilën gjanë jetë, a bësh nusa për grim, a jetë të ndrysh në shpi, a jetë të ly në dhomë, a jetë të i blinë ashtë do outfita dishka për në event ekstra. Ma mirë, ma bukur ka gjithmonë. Ti zgjidhe në sen, apet nesër del gjanë dishka ma bukur. Ti që tash kër e këshyri fotot të mje darsme, së tham që të që të nashta vetlo kisha mujtë me bo ma mirë, vellon kisha mujtë me bo ma mirë. Ti çdo herë ki ma mirë. Se perfekt nuk ka në këtë botë. Po ti bënë në perfektin tonë, dhe më thonë ti një mirë që është të qysh je, edhe bënë në perfekt dhe qysh me silnet, me vetë vetën, me busqeshje. Adin që shkam të regu. E shka të ishin ato i kardë edhe interesant? Po, thanë që duhet më pas shumë guxim. Po, unë jo këm të regu edhe që u konë shumë mirë nga emocionave, se unë isha shumë emociona para darsme, se isha vojza e vogla, do më thonë ma e funda që jam dollë pej shpiz. Jam mërzit shumë, po e kom mojtë mërzim ma për veti, se nuk do është edhe familje me mërzit. Dhe kur imi qumë, që jam regullu vetë në shpe, u konë shumë mirë, janë orthë motra, jemi ullë kejtë bashkë, kemi bosë të cili grimin e vetë. Qyshu, nuk u konë së kur më konë darsmja, nuk kom pas emocione, nuk kom pas stres, se do më thonë jam dollë prej shpis, me lumë të ri. Shtë pa po stres, jo më kalu mirë, jo më kalu keq, jo. E atë kanë shkru tani shumë vajzat reja, hej, je inspirim dhe unë do të baj vetë, a qëfar rykmeldong, qëfar kritike, pozitiv a negativ ke pas për qatë pas? Shumë mica me kanë të regu, prej komentave u konë që për darsme tyre,
kur janë rregullu, kur janë kanë të prezerta të artisti më rregullu, u kanë që kur janë kthy prapë në shtëpi, Po. e kanë qly, do me thonë kanë qik shumë prej grimit, se ka pëlqy. Po. Ekstrem shumë komente kom pas nga kësoj teme, Po. që nuk i ka pëlqy grimi atynve, bëli kam pas edhe shumë stres dhe presion, Po. që me mri terminin, e kanë vanu, u vanu dashnia, krejt do me thonë u shtyma për mas, edhe emocionat janë konë shumë që nuk e kanë një vetën shumë mirë nga stresi. Që aty ku po shumë komente, edhe ku po shumë komente që shpresojnë shumica e vajzave që bona në shperim, për vajza tjera që po mos me hup vetën, dhe qysh mos me u fiksu vetëm grimin me pas ma të mirë, ma të rëndë, të hupin shumë naturalen, edhe një nevojës më ka shkru që njef shumë vajzat bukra, kejt vajza jemi të bukra, po e ka po që shumica ndarës nuk janë duk atë bukur që janë duk normal. Që grimi shumë i mshif. Po, edhe dyqysh del nuk qeq ashtu që shie, dhe ban shpesh tam ban dyqysh mu duk, a mu jo mu kanë. Dhe që për shembel dhe unë jam pas ly atëherë për darës më teme, dikun, edhe sepse që shumica më kanë thonë, au, sa bukur i mund, ke shkërqy e kret, a beson, unë nuk të këmë një vetjen heq qashtu. Se i thojsha aty me që më lyshin, se më kesh. Alltså kajtës masa ga kanë hajsës. Ma jetë, këtë homlin ma qove poshtë, edhe sa i shtrejnë të këtë bio e marë. Maknejs, vje... Hajtë që qishkërije. Hajtë se e provojnë. E provojnë. Pashtë fazën dhe prejtë. E shka kështë të thonë, tash edhe one nuk e kom një vetin qatë që rahat që unë patën dy, se që nisha vetin kër lyna vetë, kër qkoj dikon. Sepse i thojsh aty në frizer, trupna ma pak, a më problemet e unë u konë që si aklik, kështë të thonë, sherk, also foundation, ser shumë bënojnë. E unë si jam su me foundation, tani mbike alo ma keq. Kannst du dir das erklären, also që me thonë Shqip, a munësh, e kina ide nga munët me ardhë që kjo që nusët e sotme, ose dasmat e sotme, po bon që shtu se qysh janë, shka ka ndryshu në kokën tonë, ose shka kena bo gabim, ose shka kanë bo këto matë vjetret gabim, që na sot veprojna, që shtu qysh veprojna? Më duket nashta që krasimi, Po. Edhe është në pikë, që ato edhe unë e kom bo laf, në rrjetet sociale. Është pika që artistat, për ju vetëm artistët, po edhe femnat, kështu shumica njerëzve, dhe është shumë regull, se të le ka për veti, po ku nuk më pëlqen, kur artistat e përdorin filtera, do më thonë për nusa, ku e kam bo grimin, e ndryshojnë krejt ftyrën, do më thonë e bojnë perfekt. Që nuk ka njërin bo që e ka lkuren pa kërpike, pa kur gjohiq. Veç fëmijt. Po as fëmija nuk e ka, do më thonë a i shej, dhe shka kejt e bojnë rafshë, likvidojnë komplet. Po të kuptoj. Në gjithasi, ti edhe në privat kër e përdur, është ti ki faqen tonën. Po, artistat që e përdurin, që për nuse për shembel, dikush tjetër e krahason vetën, e thunë, unë atë qështu përdu më duk për nuse. Do më thonë, ti duhesh atë shumë më përdur, për me arrit në ashta pak, qatë make-up, dhe unë kanë shkru shumë artista, së në nërë menojshë se nuk jam kunder, se unë jam kunder këtyme filterave, se filterave, filtar, që i ndreqin fotot, se jo kom të regu, edhe në videot e mija, qaq i kanë dur të katë, për mua është artist, ta më është fjallat të manë, edhe sikur është në talent qa që veçant, unë e vinë kështë në sysu në bëj, para me ndoni, se në kur heq, mosën vetëni, zdi asë fare. Do më thonë, ata, të kush që bënë në piktur në flet, ata e bëjnë ftyrë. Do më thonë, është krejt tjetër talent, është talent qa që bukur dhe di me të ndreqë, me të regullu, të bëjnë yllin, ma të bukur, e në fund, e ndreqë në apet në filter. E nuk ka nevoj për ata, do më thonë, mu më do këtë veç e presh një punë, se qashtu, unë e kam foton temen që jam do pa filter, pa ndreq dhe ndreq në Instagram. Mu më ka pëlqy vetja pa qatë filter shumë a mirë. Dhe qatë më ka ndreq artistë e jam jashtë normale, do më thonë,
që nuk e preferoj shumë make-up edhe kështu më ly tepër, kom pas shumë frikë për më ly për darsum. So to që bëhet tepër, po më ka li, ajmon me sa perfekt, edhe shumë, se nuk kom pas ndryshim. Dafina, që pa dim. Ajo një me di, që po thu, ajo një me është art në ftyrë. Qashtu. Sepse, edhe ajo na neve që s'lymin ashtë i tepër, na do këtë shumë, po prap se prap, ajo gjithmonë i këshyr ngjyrat e përshtatshme, që shkojnë për ftyrë, për likur, e këshyr qysh më ta lysynin që më tu thjesht më ta përshkru atë bukurien tonë natyrale. Po. E nuk të këshyr më të bëhen njëtë si kur kretë, po e di ta nxjerr maksimumin nga ftyra jote, që ku ka potencial me ndryshu dishka. Qaja është shumë mirë. Po se ti nuk mundesh normal më shku të dëkush më thonë këshër ma ftyre, në po du më ly naturale, po me pëlla ndur tonën. Do më thonë ti e nje ftyren tem, do më thonë ti e përshtat ta ma ngrimin për personalishtën temën. E në fund ta bojnë, si kur qaja që u kom përvora, që është njejt ta bojnë. Do më thonë, kejt njejta pe duken, po ti përshtate me ftyrë, që shë ka lkuren, që shë ka vijat të ftyres, që shë ka nashta kur, përshem unë e jam në të pak ma zbet, mu nuk më shkon shirke, mu ka në zit, mu ka në kaf tepër. E që kjo është pak, dallimi bëhet shumë i madhë. Plus është edhe pika që, do më ditë jo, Vas? të mësu bajt vek. Ja, do të mi përzi. Edhe që kështë të dosh më thonë, është, po, më kanë shkru, do artistat, më kanë shkru, nërë falenderit, tha që ma në fund të kush e ka spigu që të pikë, se tha na që nuk e përdorum këtë filtera, për neve është qashë zërë, mu afru në këtë se kur vjen do kush me thonë po du që shtë më ly. Ta shënë do të me të rëguna që shtë sun të ly, se kjo nuk është e vërtet, kjo është filter, që kjo foto ndreq. Unë nuk muj me ta zgat ftyren, me grim, ti mund është me zgat ka pak, adin se me qërpek të frizur, po qysh është në foto nësë në të bëj, kjo është krejt ndryshim. Edhe që e ku vretu në veti, me qatë foto që u më ndreq, aty edhe hunën, bus, krejt më ka bo modele, ja kom njësë me krahasu hunën tem që kam naturale në foto, u do ke shumë kështë marrë. Halo ma vogël, bus kështë ma trashe tani, unë e kur një jetë nuk u mendu me fri bus, një jetë. Në qatë moment thash, ka ndjenja. Mirë po duket, dëshish pak bandrë. Po, atë kur nuk kom pase, qash e kom krahasu vetën, do më thonë, qash të nashtë edhe artistat nërë me vete, munojnë me atë qëllu në nësjetet që është shumë e kuptushme, se dëkush e ka nreq në grem qatë shumë, që thu, edhe në po du qash të parafërsisht me ly, po ti du është qatë shumë make-up me vënu, së në mërin. E që aty, ka njëherë nuk dhja ka rëndësy që e shkruj fokus për shtëm të vani e mongë. Shka vish manqë manin stories, e shkruj që synimi e vendos veprimet e tua. Për shembol, kur e kiti synim që hunën, që të ka thonë dikur se mu shë që jemi patoni, ka ndryshu hunave, di shka tu ka rrit, tu ka zgat, kor hunën teme se këm këshyrë diri qatë dit, pi qasaj dit ja patanis, për dit e këshyrë shem pas qyre, onash, links, rechts, vajdas, majmë fokus, u kënë synimi jem, që për para nash i kurse këm pa. Parzit jetë që ta bona qatë pytje, me Nova, a di pse, se tu bise du me ty më të kalë drejt kur s'ko minuta rryba, dhe që apë një rryba në këtë atë, se apshe, sa gjermanisht, sa shqip, që si jena mësu. E që apë të rryba në këtë ku me ndu, kur jena kun që i ka të vogla, në Kosovë, jena shri me nuse. Kanë curas? Ajnje. Jena vesh si nuse, në mahal, i kena lëj buse, kena morë një të kur që ka nana, liqë shafa, dikush ka pas fustant nusës, qik të keri, që kena shku, edhe jena shri me nuse, do me thonë, për qëta shmen, edhe që aty dikur, si kur fmi, ka fillu që kje shtimja. Cëlla është me e bukra, cëlla me e mira, cëlla di ma mirë me votë teme na, a për kupton? Po, ma edhe në kulturën tonë, a e këpa nuse në asaj, o sa miru duke madhe, jo kja hud, jo kja e trash, jo kështu, jo kja u ly mirë, jo kja u ly ke që kanë drejt, që kanë prish, do më thonë gjithë mund krahasimi, normal, është në krejt botë, nuk është vesh në kulturën tonë, po nashta është ka njëherë tepër, se është vetëm ka njëherë fiksimi në dokje, edhe
kjo të kuka e zoja, jo fshin ke shpinë, jo din, jo është e bukur, jo këtë. Do më thonë, në femën vetëm dukje, Po. edhe çfarë nusen si është, do më thonë, me gjarat, was ich sag mal Haushalt. Shtëpijës, që Shtëpis, po çika është nusja e shtëpis, çika shtëpis. Do më thonë, vetë që të dy sene. Po, nashta me përmend ka njerë personalitetin e nusës, do më thonë, ju vetëm dukja, Po. edhe është nusja e shtëpis. Po. Kupton? Po. Qatë janë pika parë. Pika parë që është dukësh, edhe shka ki. E për që ata nashta e kemi shumë që munumi edhe na mu bo nashta dishka ekstra, mu konë më ra shumë sy, më thonë, me një nashta dëku, nashta nuk e kalzon, po nashta vetë veten më nënë, nashta më the dëkush, ose the dëkush në kushi, nusja e felanit, o ka nusja ma e mira së vjetë. Po. E munu është tani qaq fell me hi me grime, me krejt, që e hup bukurin tonën, e hup krejt në të në anë. Po. Rimut që po të fjone për nusja shpis. Po. Qa më në gjinja që këshyrin qëtë foto, qëtë video? Se ti pse? Kësë ke ditë më në një ice kafe? Ja, hej, kjo konë. Që to pa, ja, që to ki me pi, të ishe nërë me bo një tri, po gjiname, pse me dirë. Qështu që është e pina? Ka më konë shka e këto, ca e shishu më do këtë qaj e që e ke bo me herë. Hajtë se të bëja dhe një. Po në që tash edhe bojna video krasëm. Po unë jam mësu. Që kjo që shduket. Hajtë se bëllë një ka më konë. Kryesure që që po shkri. Qajo është, edhe shka, a më prapë se prapë dalë me të knatësia me vetë vetin. Po. Ajo. A më shumë vështirë, mund duke që është shumë vështirë për gjeneratën tonë, me thy që ta, edhe me bo diçka ndryshe, e mos me shku për shembël, që me thonë, jo me kopo me te gëzeshaf, me te lojtë në zumëtsin, ti për shembël që nalesh edhe ban diçka ndryshe, gjithmonë është në rysh, edhe është shumë vështirë. Po. Për shembël me thonë, hej, s'po du mu ly, hej, s'po du mi vesh 2000, a nuk po du me shku te qaj frizeri, a nuk po du me bon që ta. Për shembël, do sene na që i qesë me pikpytje dhe thuj, na nuk përshtatën mo me neve, me kohën tonë, na shti me vlerat e tona, na si jena si person, është shumë këtë që s'po pranohen. Nuk pranohen nga këto që janë matë vjetër, sepse këto matë vjetërit e kanë kalu qatë ko, edhe qashtu i ka përqy, edhe kanë dëshirë qashtu me vazhdu, por na si të ri, që jemi tash në generatë, na dosene s'po dojna mi bomo, se i kina i qesim pyetje. Jo krejt, sepse kulturën shumë e dojna, tema 2000 që i kishë më rak, a mo dosene, do tema, do tradita thjesht nuk na përshtatën, e tani jemi gjithmonë dilemë. A i keni edhe shumica e generatët e rejave thunë që tash nuk dujna me bo darsum, po dujna me shiju jetën, edhe dujna me bo nashta në përshim të madhe, ben darsum dhe kuptoj shumë mirë. E tash ti për shemëll me pas vetëm në vlo, që unë e kam në vlo. Tash na 4 motra, që tash jemi pregadit për darsum për krejt, qysh me abo, qfar fustona vishëm na, qfar fundar, po nashta nusja vendosë që s'do në me bo darsum. Dhe o shumë në regull, nashta do në me thonë me shiju jetën, do në me shiju botën, me dalë, me pa venin, kështu që normal, na për vlo të unë kem qef, me pas në darsum sa matë mirë, Amo me zorë së po kur nuk e bën, është o kryesurja këta më konë mirë, edhe nusja me një vetën mirë. Po. Ka shtu lyp t'i shka qatë. Me zorë së në shtini. Qa ashtu? Po, dhe nuk i bani shtypje, edhe më t'kallëzu drejt, i kuptoj, sidomos në krahasi me përpara, se unë kam shumë rak me krahasu, që shukon përpara, edhe që shonë sot, edhe shka mujna me mësu. Po. Vi varas, ta kapson shpoh, nga e kaluara, mëson, po në të ardhmen ose në tashmen jeton. O shumë interesant. Për para, kër jam konë unë në Kosovë, e di që shukon darsma, që shkojsh me morë nuse, qysh janë dy nuset e krejt, i bajsh me qatë në barë, në mahal, u lyshin zja, u lyshin vetë, a vi këtë dikush i lyke, këtë synë që të ma veja bajke, edhe atëherë kanë jarë qështu ja fotëshin, po, u konë shumë a pak, edhe nuk ka kushtu qash shumë si kur sot. Po. Sot, mu më duke që nuk shtyën veç me nuse, me grim, sa e heshme, sa e mobe, sa e zajfte, e shnusha, aty si cili që shka më rak vetë, po shtyën edhe me shka kanë bo, ma shumë
drita, ma shumë ballona, restoranin ma të shtrenjtin, ma të veçantin, në kodër, nashtë edhe në aeroplan dikosh hyp. A më kupton, e pash një ditë by the way, hina me këshyr pushim me bon në Shqipëri, po të dëshir me fëmijët e kret me bon pushim në Shqipëri. Hina aty me këshyr kur pesha një hotel, keshte kjo frizerka ime kur pe këshyri. Tha këshyri rimond se është mirë, edhe ka venet mirë edhe nuk janë tepër shtrenjtë, kur pe këshyri 8500 euro. Ajo tha rimond veç ty që se po qëtë kanë se mu, jo. Thash jo, dha tepër shtrenjtë po mdoket. Edhe aty kishin një vend me helikopter. Është për ato që kanë shumë, ose që kanë tepër, por është me siguri dhe për ato që dojnë, e di darsma, me qunuse, me helikoptere ka marrë, ka pru, nuk e di... Po kjo është që thash në fillim. Nuk e di a jena të zhvillu. Po hupet mënyra e darsmes. Mu më pëlqen darsmet në tana ond. A e bon tepër, a e bon të vogël, a e bon ashta në kushi ose në bërë me 100 veta në bërë të vogël, a e bon ashta në sol me 1000 veta. Darsme e ka që ishin vetë njerës se bojnë darsme, nuk e bon këtë orë, nëse muzika do të më ka në paka shumë mirë, po edhe në DJ me bo, ose vetë me bo me telefon me lidh, të apet veç muzika më ka në mirë, po edhe gjinja ta bojnë darsme të ndreqin. Po esenca është që taman mënyrën e darsmes që po bashkohet në qift, po kryohet në familje, se vetëm është kush e ka këngëtarin ma të njëfë shumë. Kush e ka bo atmosferën më të mirë, si Lanuse e ka ndru vellëm 24 herë. Sa persona i ka pas ku lyj, ku ke mu lyj rimont, më thajshin. Edhe kjo është une që e kom bo darsmë sa ma thjesht, apet o konë, une se nuse nuk e kom shiju, se ka shku dita veç, ti menon a ka shku krejt mirë, a jam pagu se në tort, ja krejt se ti në qatë moment të hështë. Këtu në Gjermani ti pagu krejt për para, në Kosovë më duke gjithkon është. Ti vjen tort, ja paguje. Do me thonë dohesh dëkan me pas që ti menagjon krejt të gjara. Po, apet ti jenë siklet, ti menon a është krejt të shku në regull, a është krejt mirë, a se ti kur e bën në darsmen, po këti 200 veta, ndodhin ka njëherë dësenet vogla, po edhe mos më ndodh, apet jenë presion, ki stres, e ti sa ma shumë ki show, sa ma shumë ki ndrime. Kjo është apet darsme dhe qysh ti nuk jetë të e shiju që po martohesh. Po dhe... Fajm derit. Qufti. Wow, qëfar nëse mirë, gëzuar. Gëzuar. I boft mirë. Fajm derit. Shumë leka. Kur s'kom pi që si? Ta pësoj. Që tash. Po. Okej, ka dalë, se kesh janë apet në Gjermanisht, synë janë të mletu, übrigens, by the way. Tash në të shkrumon që aty nër veti. Po, dhe problem është që shumë qifta tani pianisin jetës, të prind, atë vjerita, në banis vet, ashka, ato që nuk kanë shumë, shpesh, unë e di që shonë këtu në Gjermani, në banë kur këmë punu, a beson kanë ardhë do kanë marrë kredita. Shqiptar një e këmë pas që ka pas marrë kredit, ma shumë turk, se këtu s'këm pasur shumë shqiptar, do me thonë kanë marrë kredit për darsëm, edhe kanë fillu jetën edhe darsmën, ose jetën e tyre kanë fillu drejt me minus. Për shembull nga ana financave tash që edhe mirëna me këta. Çajo nuk po më duket shumë mirë. Nuk po më duket shumë mirë zhvillimi që është që shumë nga qiftat pe kanë shtypjen që Mihanja e ka bo darsmën 50.000 euro, e ka thirë Sinan Vlasaliu në... Hajse zo? E kanë thirë Motrat Mustafa diçka, edhe na dohet që po munohen krejt, mu bon njësoj, po kërkosh, ose shumica, nuk du tash veç me folë për dikam, po dhe vetin e shtin qatë rreth, gjithashtu, do ka njerë në ashtë i munal edhe me pranu realitetin e vetë, për që ta thamë, pranimi është diçka që na vyn shumë, në shumë aspekte. Për shembull, që folëm parzit për bukuri, dikush ta ban një fiksim, thot, huna jotës, kush që jemi mu, kush që me ngusht, Jasmina. O, rimon të një nazë, su lanë këpon, tash të një me, ata një kom një 2 avdit të këshyr, edhe një me mu do ke mo, dhe tash që e kom lo, normal po më do këtë, si ser. E tani, ku dish ta me lidh? By the way, ki hunën perfekt. By the way. Fri muj me marrë mirë. Që e krasun me tjera darsma edhe vetën... Me pranimin. Po, për shembull, e kom largu fiksimin edhe jam fokusu thjesht në qato që më pëlqenjë, që i kam, që muj me ndryshu natyrisht, normal. E tani, kur e pranon, për shembull që ky hunën qashto, tani është ma letë edhe për ty, për
për jetë, për një jetë ma të vetëdijshme, ma të kuptueshme, gjithashtu edhe te financat, kur thu, hey, një honja, ato janë milionera, ato mund mi pagu 50.000 euro, na skena, se na i kena veç rroga, mos hina në kredit për veç për mu dok e jo për mu kanë, sepse që ajo tani edhe shumë qifta më duket direkt fillojnë, edhe ka një start shumë të keq, direkt minus. Edhe problemi pare, për shembull, që edhe është një diçka që shumica tani përlahen, ti e ke pagu, ti më ke shtin, ti unë e kom bojnë, unë të vajta. Edhe ti në fundit, mundet më kanë dorësume me pak budget, shumë ma mirë, shpesh herë fuli për që dorësume, më kanë dorësume e djallit dajës tanën. Leo, që u martu. O kanë dorësmja ma e mira që jam knaq mas shumëti në jetën tem, o kanë tana ondë, o kanë atmosfera, o kanë qifti, janë kanë shoqni që janë kanë, o kanë dorësme që qashtë është mendime dorësme që krejt mledhen, këcen, knaqen, edhe shijojnë qiftin dhe e festojnë qiftin e jo nusja që shu duk, jo qfar dokje, jo a e ka pos show, jo cilën këngëtar, o ka në këngëtar ju i njof shumë, e ka bo muzikën qaq mirë, e kam pos, sajt jone e kam bo dorësme thjesht, nuk e di sa ka kushtu, veç për mendimin tem, u ka normal, u ka që ashtu që janë pjeset normale dorësmes, po u ka për me përmen. Në tjetër dorësme, kër jam ka nëherë, ato ka pos disa show, ka pos disa vellu, ka pos këngëtar të njof shumë, po nuk u ka që atmosfera. Jo, nuk u kanë që me thonë diçka wow. Amo me nëj që u kanë dëshira mu kanë wow, po ma wow u kanë për mu që e dorësh mësë djallit dojës tënë që u kanë tepër. A diçka u kanë të Leo më duket shumë mirë, që të dy antarët familjes, edhe të nusës, edhe të burrit, kanë bo atmosferë, edhe nuk kanë këshyrë me thonë, jo nas ban, jo ato zban, jo këshyrë ata. Me siguri edhe aty ka pos diçka që s'kena nina zina, amo krejt bashkë dyqysh e kanë bo atmosferën. Po, qashtu. O kanë tamam, o kanë tepër bukur. E që ta, ti mundesh me bo dorësmen me 100.000 euro, me thonë për bëj perfekt, po nashta nuk del perfekt. Nashta nuk bëhet ti, duket mas mirë të është mos me hup pikën e dorësme, sensen që ti po martohesh me bashortin tënë, ose me nusën tënë, po martoni, po krijoni një familje, keni vendos me bo në dorës me familje, do me thonë, pika e parë është, po dojna mu knaq, po dojna mu kanë të lumtur. E tani, kejtë push, apo mas natë më duket është, po vendos me bo dorësmen janë ka mu kanë ma e mira, mu kanë këngëtari ma i njohshëm, më duket që aty pak e hupat synimin. Thjesht me thonë të habaj për vetë mas mirë të që shbënd. A ka diçka që tash që 2 vjetë je martu? A ka diçka që i kështë bë ndryshe? Jo. Kur që heq? Jo. Se une bashkë që ashtu e këmë ba dorësmen tem, normal dorësmen mundet mu kanë gjithmonë ma mirë, mundet mu kanë shumë sena ma të mirë. Unë që është të apete kisha bo se bashur të jem, do më thonë vlovit, të një vlovin tënë, nuk i preferon shumë mledhjet më dhoja, dorësme, do më thonë nuk u kanë shpesh në për dorësme dhe nuk preferon shumë me valzu. E për që ta prej fillimit e kom organizu dorësmen ashtu qysh e njën edhe bashur të jam një vit. Për mendimin tem, e kisha bo dorësmen me shumë ma asenet halon ma tjera, me valzime kështu që i thirin valtar, për shembel, që i preferoj shumë. Po, nuk e kom thirë për qatë mëndy që e di që bashur të jam nuk e njën veten mirë. Do më thonë, kë i ka pranu do ondrat mija për me të bo dorësmen, do më thonë, une nuk dojsha me atë pru, me thonë, okej, pro tash kejt, në ta në honë që ashtu që shdu në me bo, po dojsha dhe aj me një vitën mirë, do më thonë nuk dojsha me bo teper. E për që ata u kanë që ashtu që shu këmë organizu ma të thjeshtë, nuk kanë perfekt, se u kanë perfekt për një vedet. E nuk u kanë njani që një ke vitën ma kërë, se në fund aj ka thonë nuk kanë shumë mirë, nuk e këmë nuf që bohet atë shmirë, se nuk ka që thejshë atë shef kështu mu kanë mes në gjithat pjesë të njerëzve. E për që ta nuk e kisha ndryshu kur gja në këtë mënyrë. Edhe që jam bëli me të kaldu drejt edhe për mramje, kisha veç që kom pas dëshim pëse nuk e kom pas grimin paraditës.
Ka dalë paraditës grimin e mbromjes paradite? Jo, grimin e paradites, po me paslon deri në mbromje. Keshtu të vetë. Po, edhe Keshtu të vello, vetë, a i po. shëllu dhe mbromje vetë. E qere. Qëta! Qëre. Shure. Një që ta shumë Parzit keshtu të vetë, a i shëllu. Po. A i shëllu dhe mbromje vetë. Jo, më li për që shtu që jam konë, është veç paka shumë, adin Po. do podel, do këse puda me shtu edhe pak. Vellon. Po. Unë e vello në parë që kom pas, u kanë vello andrave, do më thonë për bashurtin teme dhe për prindin mi, se dhe prindet mi na kam su një veqika gjithë me mbajt naturalen tonë, qështu që shjemi, na kam su ju një vojzat bukra, qështu që shjeni jeni mas miti, s'keni më nevoj për grem. E qështu gjithë her na kam su, për që ta thesha edhe du me pas vellon për qysh mi gzu edhe prindin mi, bashurtin teme, për edhe veten. E vello jam e pare që kom pas, u kanë që ashtu që shjina na. Do më thonë thjesht, bële u kanë model, që e vellu, jam hi të shqitoria, jam hi atë në lokal, shqitore? Shqitor, Qashtu? E mora, paren e pash, e mora ndorë, po më ka të regu me një herë shqicja, tha, po kjo është modeli që ka shtes me vizlim me sene, tha që jo që shtë përveshi, tha, po, e ka pas kështë kejtë në tavunin që i shtojnë kështë, do farë. Ruza, e shka s'ka Pa që jo vetëm që shtë për marë. E vesha, veç e pash momin që shu gëzu edhe qikat, edhe vendosa thash që ta për marë, edhe për mramje, thesha nuk shkon, se o shumë e thjesht, ama ju për vetë veten, po e disha që nuk shkon, që dyqysh jo kultura, po dhe që ka thojnë, e dyqysh Ke pas pak shtypje, dyqysh. Ama jo kështu që më ka thonë, a i kush po në vetë vetin ashta, sola do të me pas të shka matron, grimin matron, vellon matron, o kom pas edhe mrame, o kon ondra jam që a i vellu, po kur i këshyri tash fotot, me noj shpesher, qashtë që jam shku, në thëllim, qashtë të kisha nejt. Qashtë të kisha nejt. Që Që kjo është e vetë mja. Po. Naturalet. Të kuptoj plotësisht se me qatë të parën i me i duk bashkë si jeta, ama dhe u kanë shumë i thjesht, ama dyqysh u kanë edhe cajtlos, kështu, pa ko, që ata edhe nesër që kejme me vesh, shkon. Po. Si e princeshe Anglijës, e dikur vishëm, edhe ti qëtë ke këto muskojt, pak, shtu dhe. Pak ma adopt ka. Super je kanë jetë, super je. Shumë kanë i mirë. Ose është i mirë, e ki ala, po? A i mëse ke shita në isë? Jo, ja, qatë pare nuk është eskur ato. Rruje për që ka thejbe. Kismet. E tja kështë ndryshu të shka për darsmën? Unë të kalzoj drejt, kure kena planifiku darsmën, qatë ku jam konë shumë e angazhume. Sa kena e ke patëm Libanesën, e kena renovu, me punje e jam pas konë tepër e angazhume, me fakultet jam pas konë tepër, ma kam pas dhonë një vend për më bo atë në Shparkas, ku jam konë herën e fundit Shefic, habe ich bekommen, den Platz. Ja, edhe jam pas konë me do meetings, me shefa, shkon Turkije, shko Kne, shko në thonë. Shumë jam konë e angazhume, kur e vakti darsmës, jam pas gëzu shumë, edhe kisha frikë, ose mërzëqa që i dalë për shpijës. Tepër u mërzitësha, dyqysh vend që më nejtë e më mërzit, e përpunojsha me pun, shkojsha, lypsha ala pun, ala ma shumë zeminarit, që ti është që ata edhe, edhe kur u konë pytja për ndarësëm, ta kuptojsh pse, i eksha pak do bisedave, ma shumë ja këm lonë burit tem, i thojsha kam dëshirë qështu, e tani a i kritika po. Dhe me thonë për ndarësëm, ma shumë kritë burit jemi ka organizu, ka shku dhe tortën e ka marrë në dorë, ja. Wow. Det ist echt, Liebe, falls Liebe geht an raus, 20 Jahre. Kritika organizu, por në fillim, para se ja ka nis bisedat e darsmës, më patën vetë ojri mund, a ki ti dëshirë, di darë, pata thonë one që kam dëshirë me bo darsmën këto. Në Gjermani, me një rreth të vogël, 30 deri në 50 vetë, me pas printe me, vlazit e me, shoqet matë ngushta, nashti edhe koleget, edhe qajo kënë dëshira ime. Ama qajo dëshirë shumë shpejt u hu, po zhduk, edhe une nuk e kom bo fefalgen, që shtoj, nuk e kom lyp që ta plotsoj qa dëshirë, sepse isha angazhu me tjetër anë, kur më paton tani dikush, ma shumë njerës, printe me familja burit, familja ime, shëtë një jori mund nuk shkon, atje do të me ba. Njëherë, jo, kam e rang, po kam qef një dvogël këto, qysh me ka këto, e tani kur më pa thonë, bërë jam pari mund, ama une kam dëshirë me ba atje, edhe me ba të madhe, sepse jam djali ma i madhë që martot në familjen e babës, tani
dyqysh të isha, pse m'ja prish, që thove ti, pse m'ja prish, është i pari, ketë gëzohen, edhe sidomos kish me shumë familje atje. E tani, okej, e bojna, një ditë kena shku, një fustane kena provu, a i sukon me kunatën teme, që ta për marë, që kjo restorant, bile a i pa qku atje më që i ke foto, i rimont, që është po doke që kërpo i mirë, po doke që ta për marë me që të lule, se dia i kisha ndryshu, që ajo më ka met pak, e di si në krye, si pik, amo është zo 50-50, zo 50-50. Ta kisha bon këto të vogël, e kisha bon qysh kisha desht unë, amo se kisha pas familjen atjet, as temën as ati, edhe ati si ja kisha plëcu, po që kemi bon atje, kretë shoqënia ime këtu s'ka mujt me ardhë, edhe u kon t'jesht ma e madhe, ma u kon për familje, se sa për neve. Po që kjo është pike normal, duhet më konë kundërtën, normal duhet më konë për juve, se sa për familje, po me caktu taman mesin është zërë. Po. Amari mund këshëre, është kalzoj. Falë. Që të mendim që lyet që të kisha pos, të kisha bo këtë, se nëse kisha bo atë, se shakon hiq, se qatë ku jam konë Kosovë, do me thonë se shakon hiq, edhe sot që të se shakon ota ju të hiq. Po, i di se qatë të kena lavin ten. Ne keni pos shikimin. E keni kështu njën e tjetri, na? Po, shikim. Ama nuk janë zati shikimet. Veç që kom po, ka po mu, e qaq. O kry, interesant. Shqyqër që e kena bo. Jo, nuk ka dishka që tham, pa tjetër e kisha ndryshu, a më ka me t'pishman, a më tash që më vete, edhe tu folti, që t'vete aty, merë thash, okej, nashti që aty dishka, apo, që kjo e vetëmja. Amo kam ma me Edhe grimin nashti e kisha bo vetë. Jam konë shumë mirë, po e di, amo nashti e kisha bo vetë, nashti e dhone. A e kisha lonë kunatën teme, ora do ati gjykën rejti shumë. Echt? Ja. Gut zu wissen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Genau, aber ja, sepse edhe unë jam më kanë ly, i kom shti aty ku jam konë, më mi hek një 20%, se nuk më përqik, më nëshë në zica, zo skrinka, zo glica, hek i thasha nuk i kamerak, mi patën hek, amo jo kret, a patë më nëjë dishka tjetër për mi, e tani kur kom shku në shpe, e kom oni palom bile, qika e halës, burët, qështo dishka, e pa ta moni palom, edhe jam pa isha qështon. Amo jo që jam njërë, po për me hek pak, se më doke që ftyra, edhe si kur qireq kështo kur dhëllot për mi, se më doke shumë, që ato e kisha hek. Ta marrë veç pak ajk. Amo je do së prëncish, o kom perfekt, o kon te për bukur. Po apet është pika qysh, se të kuptojnë që atë mënyrë qysh e një vetën mas mirë, se thojnë është ta krejt gjina një do perfekt, po te kurse një vetën mirë. Po, që ajo është. Kjo është, se mas parit i dush vetë me një vetën mirë. A kena dishka që dujna mi thonë musafirve na për darsma? Jo tash për neve darsma tonë, po tash për të ardhme që në Kosovë, tash jemi në korrik, ka me pas me siguri shumë darsma. A kena dishka, a kiti dishka, se më duket edhe unë kam dishka, se kam shumë, shka mujna mi thonë musafirve, shka muj me bona që ndryshe. Ashtë qatë pikë që ke përmend të shkurt, që është ana e nusës dhe ana e dhondrit. Thuj dhondrit? Po. Që ka darsmja që pak ju që shtyhen, po që nuk do me thonë kërkush që do të më bo bashkë, po do me thonë festoni ju anën ju në qatë mënyrë që mundi festoni nusën, festoni, edhe mos lërini ullë me thonë, ja, ka shku nusja, jo nësë shumë, jo, ose nashta dy qytete që nashta nuk kuptohen mi, ako më di qka, jeni ftu në darsëm, po kredojat në familje, kështu që bën, në atmosferë, qono, këceni, a e ki nusën, bashurtin në nusën matë lartë, a matë notë, te knaqë që për veti, unë e qëtash, kom dzirë belita dje, me shku me vlovin të vetëm për në darsëm. Wow! Se thej shumë, më knaqë. Te normal që shkoj edhe për qatë person, me po që po martohet, po është pika që 20 vjetë se kom po. Dhe për qatë arsye shkoj, po edhe vlovë jam, edhe ne kina thonë vetëm më qu, më nëreq, më regullu, e më knaq. Do me thonë, ti knaq edhe për veti, ti ku, nashtë edhe kejtë, unë e kejtë stresin e hek në përdorës, ma quk, unë e snojna, krejt kalori, unë edhe zbëjdit, edhe që atër, unë e kejtë i shtoj e qatë dorës me krejt kalori dhe hupi, komplet, qatë kom që është ti.
Dej sa të krye dorsme nuk ulna. ke Se dhe që merak kjo me është kësi. dorsme, ti për çka je të shku, ti kur don me nejt ulën, edhe si nashta çaj person që të quhet qa lyp. Normal tash, nashta nuk preferon shumë me këcy me vallzu, po ti bën tonin, ti nashta breshë plaka na i sem, po dëqysh ti Rashë plak. Nashta ty të kaftu, që e persone do kanë tjetër se kaftu se s'ka pas ma shumë vend. Do më thonë nashta do kanë tjetër se kaftu që i kish thjesht atmosferën, e ti ke nejt ullën edhe veç këshyrë nashta mralta, nashta s'ka pëlqy dishka. Po këpëtën? Po, ti qa po mëndën? Edhe unë po mënoj, lene që të shtymen, lene kusho me e mira, kusho me e zajfta, kusho e ka fistonin mat bukur, mat madh, mat gat, kush e ka frizurën, interesant atje që edhe nuk më kallëzojshin para vakti ku kanë me shku grim me mua, çfarë fistoni kanë me veshat, unë e kreti t'ja kallëzu, në foto, rimon që ka ki me vesh, që ta, e flokt që shtu kreti kallëzu, ajo njën mos i kallëzo, maj se ta ne ki citi veshën, po ani dhe në të veshën, pimosh njësim sheft, dhe më thonë, unë i kisha thonë, qika aftëreja, mos u shtyni, numsev, mos u shtyni, si cila për veti, Zoti na ka falë qashtu se qysh jena, jep një zorë për vetë veti mu do qysh ju ndjeni mirë, qata, ama mos u shtyni në mës veti, pika parë. Pika dytë, lenja qatë ditë mu konë dita e numsës. Po. Lene e numsën, edhe bashkëshortit, qiftit. Ajo është dita e numsës, mos shkoni me qere, shka keni pas në shpe, apo rrugë që një shty me burra, me fëmija, të shka. Ajo është dita e numsës, mos e këshyr një shtremt, se ka njerë aty që jesi numse, dikush më të këshyr shtremt, me njerë thop, mos pas na dishka e ti, kur nuk i ki vetë besim. Lene që a dit me pas numsës, të dhondrit, qiftit, mos ja merë një renin, e kum pak që kanë shku ja kanë morë renin, kështu të këcy, mos u shtyni na për valle, mos keshni, mas darsmës, mos rreni të fol, edhe dishka, një me palumi qëto, se s'po kena verë më ullë, edhe mas darsmës, mos i merë njerëzit na përgoj, mos shkoni në darsëm për me këshyr, shka kanë hangër, shka kanë pi, ku ju kanë ullë, shka ju kanë qitë, shka nuk ju kanë qitë, nashti ka njëherë, nuk do me thonë që se herë me qëllim diqysh ka njerës që thonë, po bëneve na kanë ullë që aty, o këtë ishme na ullë ka. Nashta edhe kamarjerit ka ullësh, nashta janë ndru planet, nashta edhe... Kanë harru plani, na e kena pas të ju darsmën, i ka përzi emra ta dishka, dikush veç u ullë, nuk e di, ka shumë që janë, edhe që menojnë ndryshe, po që to lejni, se kur qëkon dikon ti du të me shku për qiftin, ato mu knaq, që thove atmosferë, me këcy, mu gëzu, mi në ru, jo me këshyr, am uli, asum uli, am foli, asum foli, ka njerë edhe për të falme. Ka njerë edhe për të falme. Unë për shembull, të kalzoj në darsmën të ju, jam konë qaqe habit, sepse zisha zvetë, kur s'kena pas darsmë kështu di, jam ujnë tavolin të shoqet e matë ngushtat në nësteme. Ishin ullë ato krejt qështu. Ishin, tash më kujtot, masim kanë kalzu, krejt ishin ullë qështu në rreth, unë e të këcyje të bo, këm shku jam ullë, këm piti shkave që ja këm bo halo, edhe as nuk i këm fol. Do me thonë, as i këm këshyrë mo, as i këm morvesh, e tani, do me thonë, jo që s'kom desht mi fol, mi në ru, hej, se kamarak që të në nëseme me ditë cëlla ku e ke, a më në qatë moment, kryo të kondi kon tjetër, do me thonë, nuk banë me amor njerit për keq, së më foli, së më uli. Jime emociona, jime stres, jime presion, jetu e thjesht në darsu me 300 veta, do me thonë, shkoj gabime, po dhe mos më kam gabe, nashta me qëllim, e kom ullë shoqnin temen para migjes, dajes, halles, ku me ditë kënë, po nashta për qefin tem. Ti tash mos e merë nashta nga të veti se qaja darsë më është që ke thonë për qift. Do më thonë qysh ka vendos, ata kanë vendos për qefin të atyre. Ti, kur dojsh me bo dishka, ti bënë për vetin. Ti nesër bënë na i darsëm, na i dishka, ti bënë që shdush ti. Po qysh të thush ti mas darsë me thonë, jo, kështu, jo, ne, jo, na fuli, s'na fuli. Edhe është në pik tjetër që du me jo të regu nusave. Mos me bo shumë presion në këtë rëthin për që thojnë mos me vesh kërkosh velo, fustanat bardha, ose nashta, tash është, edhe kjo është mendimi se cilët, është individual,
Po, është pika që shumica e bojnë vetëm shumë stres. Që tash është në dorës me shoqës tem. Edhe kjo e ka caktu, kur e cakton për shembull white party, këtë më vish bërth, është këtë në rregull. Po kur e bën dorës më thonë mos veshni askush fustanin bardh. Kështu ngjyrat pembe qelt, krem qelt, se esenca është më konë nusja në mes, mittelpunkt. Ta man vesh nusja. Që atë thamë, po si cili person që vjen dorës me din që ti jetu martu, edhe kush është nusja, kush është dhondre, e din. Do me thonë, ti qatë shpjatë, sa këta nështë edhe kush që ka vetëm dy fustana, një të kuqe edhe një gatit bardh. Ti ta shpjatë, tash ti pështin shqush ka ble fustana, nështë edhe kush si ka kushtet. Apo kupton, po është është këtë në regull, po dhe kush që e bën qatë shpresion, që kur e shet dhe kanë darsëm të vetë, e shet dhe kanë me fustan të bardh që bat nervos, e merr nga të veti. Unë jam nusja të ke vish bardh, po le, nuk ta prish darsmen që aja person që ka vish nështë. Edhe nëse ta ka bo me noti, ti mas darsmen se din, që të person ma... Po që ta bëjnë me i noti, da e kanë kështë tepër me nervos, kështë në zemër, jo kur kush që ta, ti kur ti mledh 200, 300, 400 vetat, ti mos me not që veshin kej që ashtu që shkish qef. Si do mos në kulturën tonë, aty s'dijet ka shkon pasuli, e qështë, po jo, bo bjen gjithë të thaqë. Jo, jam të menu. Kejt e krasa me pasuli. Së në banë, po që kjo me fusonin është ndo këtë dyqysh zone unausgesprochene Regel. Ja, aber irgendwo, dyqysh është Këshire, bardh, besoj që bardh dyqysh ban me vesh, kur gjonë sot? Kërë, normal është. Ama ka do që thu ti e bojnë me qëllim, ka. që më ta morë ty, për që ta mos u shtyni. Amo tjetëre nashta dëkush për në me, nuk e njetë që to, nashta dëkush për në me e vesh në fuson të bardh. Se për dorsëm tem dëkush më duke të ka pos një bardh kështë me dzidza, asë që më karon sy. E ku më këshyrë, masa ne që e këshyrin, këtë kush vjen video, më pa të thonë të kush, qysh, aja ta pas ka pos, kon për e familjes ju atë, nuk jam e sigur, që aja ta pas ka pos e noti, thash pse? Tha e pas ka pos të bardh. Këshyre që ishme një herë, du kush tjetër, e ka që atë person me sytë keq, kështu menon që ta ka bo me kast. Me qëllim, unë e di që nuk e ka bo, aja ka vishat fuston që ka pos qef, ka pos dëshirë. Do me thonë, aja nuk më ka bo keq, unë e di se njof. E du kush tjetër, me një herë me qasit, jo këshyre ta pas ka pos e natë. Jo, nuk do me thonë, nashta ka që ta bojnë, po pse është qatë që fill që kjo tim, që më njëherë me thonë po ta ka bo bërë noti. Ose vetë me menu që ka vish të bërë. Po nashta s'pa tjetër fuston, po nashta ju ka konvenu që e fuston, i ka pëlqy, i ka bli. Une qaj nuse që jam mus ma prish kur kush kur e vish. Edhe më bellë marë, thamë, hej, jo, pat në luk. Qa që e kam bo për para? Po, e di atë po. Vishin, edhe nusja, qëtu kë nusja des tem, e që aty një 5-6 nuset me halës kretë që i kanë ardhë frikë si nuse, i mledhëshin kretë që adet, kretë njësaj. Fusanat bardhve shumë ka da. Na ishë shty, kush po duke. Po, na ishë me shtin kështu. A shtim edhe njëherë. Po da, për prish me di arbeidsplatte. Ein Tropën! Se di a kena thonë veç krysu, që ata shka kena desht, gëzuar edhe njëherë. Ta shmirë për më do këtë dhe i dikonë. No. Nein, po. A kena nëjë dëshirë, nëjë dishka shka dojnë atë shka fundi me thonë? Rëni që ashtu që shjeni, musë hop në vetin, musë ndryshoni. Ma e kryesore është me një vetë vetën mirë, së më duket na, sidomos na femnat, e kem këto që dojnë që të thash me herë ty në telefon, sidomos nonat, ose femnat të reja, këtë tjertë me po mirë e ta një vetën. Po nuk është gabim me thonë ka një herë edhe unë e pëni një herë vetën mirë, unë e qashtu qyshe kam dëshiren për vetë vetën, dhe ta një shkoj ka ona familjes, vjerive, burit, knejnë, aton, shoqnia, po. Qa jam e rëndësi? Edhe mos menoni që ka perfekt. Perfekt s'ka krejt, pse herë dikon dishka nuk shkon qashtu që shke menu. Por gjdo sen ka arsye
mira keq, gjithmonë ka arsye, gjithmonë menoni nëse jeni tash vajza të reja dhe jeni të martu, gjithmonë ka arsye pse njeri vepron çashtu qysh vepron, a sjellet keq, a vjen, a sjellet mirë, gjithmonë ka arsye dikon diqysh. Edhe kaloni qa ditë sa ma mirë, sa ma bukur, mos u shtyni, matni fjalt, edhe sepse janë matrona se arma, thojnë, shka thoni, shka falni, edhe me zgatë, shumë ka dalë jam të folëm, të menu, kryet, Të pritur me edhe ka dalë, edhe knaqë qa ditë, mos i bani veti shtypje, nëse ka diçka që ju ban tepër presion, që thjesht ndjeni edhe ankth, kom pas fol me atë shkendje njëherë, ka situata nashti edhe ankth që muni me ndje, ju rej zemra, ju bjet fikt, sepse dikush ju ban shtypje, apo situata, diçka, gjithmonë gjeni një moment duhur për vetë vetin, merë një frym, falni me personat afër që i keni, tregoni shka nuk doni, apo mendoni ka njëherë nashti mendimin e juj me ndryshu, sepse edhe na bojna gabime ka njerë nuk jena drejt në shumë sene. Edhe po, kaloni mirë, edhe njo, mos i bani vetjet shtres, me ba darsmën matë mirë në kitë botës, që me qitë në kamas në rrjetje sociale, po munonu me shiu mas shumë ti për juve dëve qatit, qatë natë, nesrit, ditë grave, aku veç për veti edhe gjithmonë dojq atmen. Me morë frim, ka dalë. Që kemi thëtë ka nevi mahën yoga. Me bo yoga, okej. Perfekt. Se di. U konë shumë spontan, që ky podcast, nuk di që dollëm të darsmat, kena pas dëshira shumë tema tjera mi përfol. Ama shumë mirë se tash ju përshtat ka me e darsmave. E nashta shpresojmë që jina nashta në inspirim për vojzat ose nuset që janë të pregadit për darsëm, nashta e merrni një këshill prej njëve. Prej dikonotave. Dikonota, ama i konota. Mos e stresoni vetin, keni me shkëlqin të ana andë. Mernu me vetë veti, mos u krahasoni. E ka një herë kur hup një piken ose jeni në pikë në stres, këshirni bashkërtin ju, mendoni jemi të martu, prej nesrit jena në familje dhe këtë stresi ju hup. Edhe krejt botën e keni para juve. Qashtu. Darsmi është veç në përqen, edhe apet masa nej. Henez fillojmë problemet. Pa tani folmi. Ja, dhe për video dytë. Mas darsmes. Unë t'i kena shumë mirë shqyqyr. Edhe që keni di? Tregona pa tjetër, qëfar tema keni dëshirë, që na dy jam i përfojë si shoqe, si kunata, si vajza. Jeta është aloni vajze re, unë jam non e 3 fëmijëve, na është edhe aty. Ju intereson dishka, nëse keni pyetje ku thjesht mujna më kanë inspirim, apo mujna më dhon dishka, do ta bëmi edhe një podcast, nëse ju ka pëlqyer që ky. Kallzona pa tjetër edhe kaloni sa më mirë. Kaloni sa më mirë, dhe kafen mos e bëni sone. Po mi thejnë gotat, por zotin, në keja i komplikasuar.